Pasi qeveria vendosi të heqë mbështetjen e naftës për ta, fermerët protestuan këtë të martë para Ministrisë së Bujqësisë për të kërkuar mes të tjera rikthimin e skemës. Në të kundërt ata thonë se rrezikohet prodhimi vendas, pasi kostoja me çmimin që nafta ka sot në treg është shumë e lartë. Përballë kostove të rritura, fermerët ose do të shtrenjtojnë çmimet ose do të heqin dorë nga bujqësia. Nafta është ngret, plerat janë ngret, çmimi i qumshit ka rënë. Ne po na myt malli importit, sepse ato subvencionojnë më mirë se sa shteti shqiptar. Ne të blegtorisë kërkuam ngritjen e subvencionimeve. Nuk ja dalin dot me ato pak lekë që na japin këta për subvencione. Dhe kërkojmë nga qeveria shqiptare, siç ka ngritur një bord për rregullimin e çmimit të naftës, të ngrehet një bord për produktet e shportës, për qumshin dhe produktet e tjera, që të shikoj që të bëj rregullimin, sepse ne jemi në kushte të vështira, sepse nuk arrim dot që të konkurrojmë fermerin europian ose dhe fermerin e rajonit, sepse ata subvencionojnë minimumi 7 herë më shumë se sa ne. Si mundet i konkurrojmë ne ata? Disa minuta pas protestës, një grup prej 10 fermerësh u prit në takim nga Ministri i Bujqësisë Andi Salla dhe Ministri i Financave Petrit Malaj për të dëgjuar kërkesat e tyre. Pas 2 orësh takim, përfaqësia e fermerëve njoftoi se nga Ministria ju është premtuar se skema kombëtare e mbështetjes mund të rishikohet në shtator, por rikthimi i mbështetjes për naftën nuk negociohet. Na është premtuar që tha për bujqësinë janë 40 milion euro. Dhe këto 40 milion euro do të shpërndahen sipas rregullave dhe na ka premtuar, na ka dhënë premtim. Ato kërkesa që ne ja ofruam, na ka premtuar që ne do i mbajmë edhe do të jemi me fermerët. Siç ram ne gjithë dakord, prej 10 vetash antar të kryesirt, ne ram dakord që A ju do një afat kohor që po, deri kur do merret? po, afati kohor është deri në shtator. Kjo përgjigje e ministrisë nxiti përplasje mes fermerëve. Qa shtatori o vlla? E di. Pse nuk është lufta për rajonin? Pse një serbi nga shkel me këmë, pse? Na ka shkel 1 hektar, po na shkel prap. Po pra, ajo do të vetë kontrolli në dogan. dogan. 120.000. Një pjesë e tyre konsideruan takimin si tallje, duke deklaruar se ata kanë nevojë sot për mbështetje ose në të kundërt do të shkojnë drejt falimentit dhe drejt produkteve të importit. Pas përçarjes, një pjesë e fermerëve u shpërndan, ndërsa të tjerë diskutuan për datën e protestës së radhës.